Jemi rikthyer së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt për të fokusuar në aktualitetin politik, ku pas mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, qartazi, një herësh dhe deputeti Ulsimania, po ashtu dhe kryeministri Rama me një fjalim të gjatë prej më shumë se 1 orë e 30 minuta, kanë deklaruar që të njëjtën socialistët do të votojnë kundër kërkesës së SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Nga një anë, majoranca thotë se nuk plotësohen kushtet për të bërë arrestimin e Belinda Ballukut, nga ana tjetër, opozita akuzon qeverinë për mbrojtje politike. Po çfarë nënkupton e gjithë kjo përplasje mes opozitës, majorancës, po dhe mes politikës dhe drejtësisë, do të përpiqemi që të japim përgjigje me analistin zotin Angin Baçi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjithë. Çfarë mesazhi politik jepet sot nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, lidhur që të njëjtën nuk do të ketë pra një vendim siç pritej? Shiko, pavarësisht vendimit që u tha hapur, domethënë duke arsyetuar që masat janë të mjaftueshme, që janë aktuale dhe nuk ka rrezik tiki, nuk ka rrezik prish provat, nuk ka. Domethënë këto ishin përmbledhja që bëri zoti Manja dhe zoti Rama lidhur me kundërshtinë juridike, por logjika është që pavarësisht këtyre kundërshtive, mund të themi që është po kaq e rëndësishme të themi që zoti Rama e tha hapur që unë nuk jam avokat, nuk e shoh të papajshme, nuk e mbroj, ta mbrojnë avokatët, do mbrohet vetë, dhe duket po të shikojmë parasysh, po të kemi parasysh si funksionon kryeministri Rama, ai bën shpërthime të kontrolluara dhe për një farë kohë të gjatë bëri shumë më të rëndësishme çështjen kushtetuese që s'kishte lidhje fare me imunitetin, dhe tashmë duke zbutur në këtë lloj formati, shkon prapë duke, por ajo që është qartë, shumë e qartë, është që Rama sot dhe zyrtarisht e ka lëshuar zonjën Ballukut. Kështu e interpreton Baçi që e ka lëshuar? Padyshim. Pra nuk i bëri një mbrojtje politike, më shumë ishin edhe akuza apo kritika për SPAK-un, për drejtësinë, si e lexuar? Mbrojtje politike i bëri qeveri, domethënë qeverisë vet, por jo më zonjës Ballukut. Socialistët duhet ta mbyllin gojen përpara drejtësisë, kështu deklaroi. Po të shikoni, domethënë ai kishte madje edhe me vetë, sepse tha edhe brenda nesh ka nga ata që mendojnë që Balluku ka bërë atë fitore për shkak të pushtetit që kishte, tani tash shikojmë. Por me shumë gjasa, domethënë veprimet e SPAK-ut do ta bëjnë që kemi kërkesë shumë shpejt dhe me sa kam dieni, domethënë edhe pas votimit të njëjtës që mund të jetë kundër, mund të ndryshojnë argumentat dhe mund të kemi një kërkesë të dytë dhe pas asaj do të shikojmë që nuk do ketë më asnjë lloj mbrojtje, domethënë në këtë lloj pike, kështu që mendoj që qartësisht distancoi veten, mbrojti vetveten, mbrojti qeverinë, mbrojti majorancën, por që sot zonja Balluku ja la pothuajse SPAK-ut dhe tha që është i lirë të vazhdojë hetimin, është i lirë të bëjë këtë, ne nuk e mbrojmë më, ne nuk mbrojmë askënd. Nuk e shpalli as heroinë